E pra të dashur miq, ashtu siç edhe në fakt komentova në një video më herët, pyetja që unë parashtrova në këtë video është a po del Rogerti fitues i edicionit të Big Brother VIP Albania 5. Nga ngjarjet gjithmonë bazuar nga ngjarjet që po ndodhin brenda shtëpisë së Big Brotherit, këtë vit unë e shoh Rogertin fitues të këtij formati të Big Brotherit. Tani, ka dy pika ku mund të dështoj Mateo në këtë televotim. E para njëherë, në qoftë se produksioni dëshiron që Rogerti ta fiton këtë Big Brother, me patjetër që do ta nxjerrin Mateon të martën se nuk e ballafaqojnë dot Mateon dhe Rogertin në fund, sepse do të bëhet dramë e madhe. Por çuditërisht, Mateo ju duhet sepse sado që të jetë Mateo brenda shtëpisë së Big Brotherit, do të ketë konfliktet më të mëdha me Rogertin. Thënë do të ketë inatet, mlefet më të mëdha me Rogertin. Dhe nuk ma merr mendja që Mateon do ta nxjerrin në këtë pikë të lojës, por do del Stenaldo siç e thash. Tani a është Rogerti fituesi i këtij Big Brotherit? Unë e them se po. E them se po sepse ka filluar fuqizimi i këtij personazhi dhe konkretisht i personazhit Miri. Do me thënë deri disa javë më parë opinionistët ishin duke e goditur dhe thyer, gjë që në fakt bën edhe mbrëm që Rogertin nuk e godasin, por e godasin Mirin në shpinën e Rogertit. Do me thënë, njeriu që han pasojat e Rogertit në këtë lojë është Miri. Miri ti bërtitet për një situatë që realisht Miri dhe në kot ka qenë aty, Miri ti flitet për një situatë e cila ka qenë e ardhur nga Rogerti, Miri ti komentohet për një situatë që s'ka të bëj fare vetëm me Rogertin, do me thënë Miri është epiqendra nga ana opinionistëve dhe duke qenë epiqendra nga ana opinionistëve, unë e shoh Rogertin të super fuqizuar dhe në fakt e shoh lojtarin fitues. Do me thënë Rogerti është fituesi i këtij edicioni. Zakonisht fitojnë ato banorë të cilët i fuqizon produksioni. Unë kam menduar që këtë vit, do me thënë, do të fiton Stenaldo, për faktin sepse do të vlerësohet zgjuarësia, do të vlerësohet intelekti, do të vlerësohet njerëzilliku, Mateo një çun shumë i mirë, do me thënë ka treguar shumë vlera të bukura, ka treguar një durim rreth një dashurie, ka treguar një lloj kulture rreth një shoqërie, do me thënë ka treguar disa dimensione që realisht e këto të dy të tjerët nuk i kemi parë, por produksioni vendos atë që çfarë do na ime sa duket dhe unë e shoh me thënë të drejtën Rogertin fitues të këtij edicioni. Do të thënë mundësinë A e shoh Rogertin, ndërsa mundësinë B e shoh Mirin fitues të këtij Big Brotherit, duke u bazuar në lojën që ka bërë dhe sakrificën që ka kaluar. Këtë shoh unë, sepse po të mos ishin këto fitues të këtij reality show, produksioni nuk do t'i kishte fuqizuar kaq shumë me avantazhe kaq të fuqishme. Ju do të thoni, ok, Tiron, po nëse Mateo do qëndron, do t'i vijë një avantazh i tillë. Po do t'i vijë një avantazh, po jo i këtill. Jo një përballje e këtill. Po do t'i vijë një avantazh pak më i thjeshtë, ku Mateo mund të bën një përzgjedhje 2, 3, 4 që ai të jetë finalisti i parë. Do të thënë mund të luhet një lojë interesante. Dhe për këtë pjesën, unë mendoj që Rogerti është fituesi i këtij edicionit. Rogerti e ka thënë për të disatën herë, unë këtu ta marr këtë çmim, do ta rëmbej dhe s'bëhet gjë, nuk ka shansa ky produksion të kalon pa ja dhënë çmimin Rogertit. Ky është mendimi im.